Do ju marr sot në vete për në Burrell për të blerë disa gjëra festive të vogla për vajzën time, ndërkohë që shihoni pak këtë atmosferën para festave, se unë ja kam dhënë hishmërinë Burrellit, toni çfarë doni. Pastaj është pjesa e zbukurimeve, kishin bërë shumë bukur këtu para bashkisë. Pjema ishte shumë e lezetshme dhe e thjeshtë, se nuk ishte fare rënduar. Ndërkohë ikim tani nga pjesa tjetër e Lulishtes për të parë se sa bukur ka shkëlqyer dhe xhamia që është pamja më qetësuese e shpirtit të çdo muslimani dhe mirë se ardhen në qendër të Burrellit, që ju shëroj se keni parë ndonjëherë e ja vizitojeni se është vendi më i bukur që do shihni ndonjëherë dhe më mikpritës, se ne frijorët e kemi këtë që jemi dashamirës dhe super mega të lumtur. Ndërshësh kishim vendosur edhe këto lojrat që unë prova këto të makinave, meqenëse janë pilota prej vitesh, thash pse të mos e demonstroj në mes të sheshit, kështu që i japim gaz. Shkojmë ham një hamburger dhe shkojmë në shtëpi, se kemi për të punuar, se unë punoj online për 3 vitesh dhe fitoj mbi 1.000 euro në muaj. Nëse dëshiron mund të më shkruash në privat, po do të ndihmoj hap pas hapi, thjesht më kontakto.